këtyre problemeve dhe kush do duhet të mirrej me këtë problematikë? Thelbi i kësaj problematike qëndron te snobizmi ose dëshira për të duke më i ngritën intelektualisht i profesorëve, i moderatorëve, qoftë edhe intelektualëve, vetë shkrimtarëve gjuhës shqipe, do thotë kjo është thjesht një mënyrë cilët ata dojnë të bëhen më interesant. Tregojnë prestigj para. Ndërsa mënyra për të parandalu këto është, më kujtohet mu tash unë për vete jam student në Universitetin Mbretëror Iliria. Edhe mbaj mend punoj aty, rektori i Universitetit Mbretëror Iliria që dua ta përshëndet, pa të thënë që të përgatisim, të ngjesim dikun brenda objekteve disa njoftime që thuhet të folet gjuha e pastër dhe ëmbël shqipe. Do thotë në këtë mënyrë, duke filluar prej shkollave fillore dhe të mesme, duhet gjithçysh që vetë profesorët, vetë arsimtarët të ndihmojnë në gjetjen e rrugës sa më të mirë për të eliminuar këtë lloj paraziti në gjuhën shqipe. Do thotë nëse profesorët dhe arsimtarët mundohen sa më shumë me përdor gjuhën shqipe, i japin sa më shumë rëndësi leximit librave të të rinj, të jo detyrave. Ta zonë më mirë është sipas meje në shkollë të mesme tipën mu lexu ty libra, sesa tipët mu bën një projekt ose diçka të tillë. Thotë mungesa e leximit është ajo pasojë pse ne, sidomos në Kosovë, jem shumë prapa, kem një leksikon shumë të varfër, nuk kem mundësinë mu shpreh me shprehat që mendojmë si pasojë e mos leximit, mos pasurimit të gjuhës shqipe. Korab, me që ti më i ri nga këta tre, të ka ndodhur ndonjëherë që të keq kuptohet